Hyrje e befasishme. Efekt shpërthyes, Gjeneta Fetau hyn në Big Brother VIP Kosova 4. Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 u përball me një hyrje të papritur që menjëherë tërhoqi vëmendjen e publikut dhe banorëve. Gjeneta Fetau hyri në shtëpinë më të famshme në Kosovë, jo si konkurrente e rregullt, po për një qëndrim 24 orësh, mjaftueshëm për të trazuar dinamikat ekzituese. Gjeneta njihet për stilin e saj të drejtë për drejtë dhe për qëndrimet pa filtra. Hyrja e saj u shoqërua me reagime të menjëhershme brenda shtëpisë. Habi, tension dhe kurreshtje, ndërsa jashtë saj, rrjetet sociale shpërthyer me komente dhe debate. Edhe pse me kohë të kufizuar, prania e Gjenetës kishte një qëllim të qartë, të testoj raportet mes banorëve, të nxjerrë në pa tensionet e fshehura dhe të sjellë energji të re në lojë. Çdo fjalë e saj u analizua me kujdes, çdo reagim u bë lajm. E brenda pak orësh, emri i saj u bë trend në rrjetet sociale, duke dëshmuar edhe një herë fuqinë që ka Big Brother VIP Kosova për të krijuar momente virale dhe ndikim të menjëhershëm mediatik. Qëndrimi i Gjeneta Fetaut mund të zgjasë vetëm 24 orë, por jehona e kësaj hyrjeje pritet të zgjasë shumë më tepër. Një lojë kur çdo detaj ka peshë dhe koha e shkurtër mjafton për të lënë gjurmë. E ju ndjekës të Fakti Ditor, mos harroni të na bëni follow në faqet tona në Instagram, TikTok, YouTube dhe Facebook.